Sonte nisë festivali ndërkombëtar i muzikës moderne Sunny Hill, i organizuar nga fondacioni me të njëjtin emër, të cilin vite më parë e themeloi këngëtarja me famë botërore Dua Lipa. Vetë këngëtarja tashmë ka njoftuar se ka arritur në Kosovë dhe mezi pret që të shohë atmosferën që do të mbizotrojë në 3 ditët në vazhdim. Festivali që mbledh adhurues edhe nga jashtkufijve të Kosovës nisi në vitin 2018 dhe si vjet mban edicionin e 3 në shtëpinë e vet në Bërnicë të Poshtme. Aty sonte është gazetarja jon Besarta Elshani prej nga na sjell atmosferën. Përshëndetje Besarta, fillimisht si po duket fillimi i këtij edicioni të Sunny Hillit? Po, përshëndetje Flora dhe për ju në studio. Atmosfera në Sunny Hill Festival po mbar formë, teksa mira vizitor vetë se janë në parkun e festivalit këto në Bërnicë të Poshtme në Prishtinë. Dita e parë edicionit e 7 ka nisur me atë që është quajtur si The Next Stage me grupe muzikore, të cilat kanë sjell ritme energjike gjatë pasdites e deri më tani. Programi ka nisur edhe në skenën kryesore, ku artistja Sahati sapo ka përfunduar performancën e saj dhe aktualisht muzikë është duke luajtur artisti italian Bianco. Në vazhdim janë grupi Manifest e Dhurata Dora sipas renditjes. Programia do të kulmoj me yllin botëror Katy Perry, ndërsa më pas atmosfera do të zhvendoset në skenën e quajtur C4, ku do të luhet muzikë deri në orët e para të mëngjesit nga muzikantë të muzikës elektronike. Ylli botëror i muzikës Dua Lipa, siç e thatë edhe jo, ka bërë me dije se është në festival duke shijuar atmosferën për të 7 vit rresht. Festivali vazhdon edhe për 2 natë të tjera, ku emrat qendror të secilës ditë janë Martin Garrix dhe Lewis Capaldi. Këto janë informacionet e përgjithshme për ditën e parë të festivalit, ndërsa për më shumë për detaje tjera ne jemi duke raportuar në kohë reale në portalin koha.net. Po, faleminderit Besarta. Ndërkaq të nderuar shikues, në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare. Të paktën 43 persona kanë humbur jetën